Kishte njerëz që thoshin se jeta është një vije drejt, se dashuria vjen një herë dhe mbaron një herë. Por për Arbenën, një vajzë 27 vjeçare nga Berati, jeta ishte një labirint plot kthesa, sekrete dhe zgjedhje që e shtynin drejt rrugëve ku nuk dinte as vetë si kishte mbërritur. Ajo do të martohej 2 herë, me 2 burra, njëri shqiptar, tjetri francez, njëri prej dashurisë, tjetri prej nevojës, ose ndoshta e kundërta. Historia e saj do të bëhej një prej tregimeve më të çuditshme, më të përfolura dhe më të dhimbshme që kishte dëgjuar ndokush në qytetin e vogël shqiptar. Por askush nuk e dinte të vërtetën e plot. Askush nuk e dinte se gjithçka kishte nisur nga një natë dimri, nga një zgjedhje e vogël dhe një premtim i thyer. Arobeni jetonte në një lagje të vjetër në Mangalem me kaldrëm, mure guri dhe pamje nga kalaja që në mbrëmje dukej sikur ndizej nga dritat e qytetit. Familja e saj ishte e zakonshme. Babai elektricist, nëna robaqepse, ndërsa vëllai i madh, dritani, punonte në Itali. Ema, Mira, kishte vite që e lodhte me të njëjtin refren. Arbena u bëre vajzë e madhe, njerëzit martohen, bëjnë shtëpi, ju qahet mosha. Arbena buzëqeshte lehtë dhe i shmange bisedës. E donte jetën e saj të qetë, punës në qendrën sociale të qytetit, ndihmës tek fëmijët me vështirësi, dhe ndëronte të ikte jashtë një ditë për të specializuar psikologji. Nuk e dinte se fati po përgatitej të sillte 2 burra në jetë, një herësh. Ardi ishte një djalë 32 vjeç, i fortë në trup, me sy të zinj dhe temperament të ashpë. Punonte si biznesmen i pavarur, por me para që askush nuk e dinte nga vinin. Thoshin që importonte makina nga Gjermania, të tjerë përmendnin fjalë të errëta. Por asgjë s'ishte e sigurt. Ai e pa Arbenën në një dasmë në Bera. Ajo po kërcente me shoqet, ndërsa Ardi ngulte syt sikur donte ta glabëronte me mendje. Kush është ajo? Pyeti kushëririn e vet, Arbena. Vajzë e ndershme, familje e mirë. E dua. S'mund ta kesh lehtë, qeshi kushëriri, por Ardi nuk qeshte. Ai rrallë qeshte, qysh atë ditë nisi ta ndiqte kudo. I çonte lule në punë. E priste natën pas shërbimit. I shkruante gjatë gjithë ditës, në fillim ajo e refuzoi. Ai ishte shumë i ashpër për të, shumë intensiv, por Ardi këmbëngulte. I sjellte dhurata, i rregullonte makinën e prishur, i ndihmonte familjen. Shkoja qafër sa të fitonte respektin e babait të saj. Dhe pas 3 muajsh, Mira e Ema i tha fjalin që e tronditi. Ardi ka kërkuar dorën tënde. Dhe me thënë të drejtën, nuk mund të gjesh më të mirë. Arbena nuk ishte e dashuruar me Ardin. E pëlqente e respektonte, por zemra nuk i rrite fort për të. Megjithatë, presioni i familjes dhe mënyra si Ardi sillej me kujdes dhe bujari e bën të pranonte fejesën. Dasma do të bëhej verën e ardhshme. Por fati kishte plane të tjera. Në pranverë qendra sociale ku punonte Arbena fitoi një bashkëpunim me një organizatë franceze që trajnonte punonjë social. Ata dërguan një grup specialistësh, mes tyre edhe Julien Moreau. Julien ishte 29 vjeç, me sy blu, flok të verdhë dhe një qetësi që të joshte pa bërë asnjë përpjekje. Ai ishte ndryshe nga çdo burr që Arbena kishte parë në Shqipëri. I butë, i respektueshëm, i kujdesshëm, me humor dhe mendje të hapur. Herën e parë që folën, ajo ndjeu sikur i hape një dritare që nuk e dinte se ekzistonte. Julien e vështroi gjatë, speak English very well. Ajo u skuq, thang, i try. Dhe kështu nisi gjithçka. Në ditët që pasuan, Julien e kërkonte gjithmonë në trajnim. Ulte karrigen afër saj. E pyeste për Shqipërinë, për kulturën, për jetën e saj. Ai fliste pak nga pak shqip, mjaftueshëm për t'i thënë. Mua më pëlqen mënyra si buzëqesh ti. Ajo e ndjeu veten adoleshente. Por kishte një problem të madh. Ajo ishte e fejuar. Dhe Ardi kishte filluar të bëhej xheloz deri në sëmundje. Një pasdite, pas trajnimit, Julien i kërkoi të pinin kafe. Ajo hezitoi, por pranoi, në tavolinën e vogël të një lokali në lagjen Gorica, ndërsa lumi osum rrite qetë poshtë, Julien i tha, kur të shikoha Arbena. I fel something. Ajo uli syt, nuk duhet, tha. Unë jam e fejuar. Julien ngriti vetullat, i tronditur. Oh, I didn't know. Po, vazhdoi ajo, ndërsa ti do të ikësh pas 2 javësh. Ai mori frym thellë. Atëherë më thuaj vetëm një gjë. A ndjen diçka për mua? Ajo nuk foli. Vetëm sytë e saj i dhan përgjigjen që ai donte. Ardi e mori vesh se Julien po I qëndronte shumë afër. Dhe një natë e priti Arbenën te dera e shtëpisë, me duar që I dridheshin nga inati. Kush është ai? Pse po flet me të? Ai është koleg. Unë punoj me të. Mos e bëj kaq të madhe. Ardi e shtyu lehtë pas murit, ti je imja. Dhe nuk dua t'i afrohesh atij.
Ajo u largua me lot në sy, dhe atë natë, për herë të parë, zemra e saj i tha qartë: "Unë nuk dua këtë jetë." Një ditë më vonë, Arbena i shkroi Julienit: "Dua të flas me ty." Po i ki nga Berati për pak ditë. Në Tiranë, Julien erdhi, u takuan në një hotel të thjesht afër liçenit. Ishte hera e parë që ajo e lejonte veten të bëhej vetvetja. Ai e mbajti për dore gjatë gjithë mbrëmjes, i fere fre. "O ulçoseme." Ajo e shikoi gjatë, shumë gjatë. "Po, do të zgjidhja ty." Julien e puthi me butësi. Puthi e parë e saj një dashurie të vërtetë. Në atë moment, ajo e dinte se jeta e saj nuk mund të ishte më si më parë. Kapitulli 8, përfundimi i pjesës 1 kur u kthye në Berat. Ardi po e priste te shtëpia me 2 policë privat të paguar nga ai. Ai e kishte ndjekur në Tiranë. Kishte parë gjithçka. "Ti nuk mund të më poshtërosh kështu," tha ai duke mbyllur derën. Ai nuk do ta linte të ikte. Por Arbena kishte vendosur. Ajo do të dilte nga ajo shtëpi, edhe po të rrezikonte gjithçka. Dhe kështu fillon drama që do ta çojë drejt martesës me 2 burra, drejt 2 jetëve paralele, dhe drejt një sekreti që do të shpërthejë si bombë. Kur Arbena hyri në shtëpi, Ardi qëndronte në korridor me duar të kryqëzuara dhe sy që i digjnin nga xhelozia. "Ku ishe?" pyeti me zë të ftohtë. "Në Tiranë." "Pse duhet të jap llogari për çdo hap?" Ardi qeshi me atë të qeshurën e ashpër që e shkunte gjithë dhomën. "Sepse je e fejuara ime. Dhe unë i di të gjitha lëvizjet e mia. Ti më tradhtove në Tiranë." Ajo u drodh. A e dinte? A i kishte parë? Apo thjesht po hamendësonte? A i ngriti telefonin dhe i tregoi një foto të paqartë të saj dhe Julienit, duke ecur pranë liçenit, njerëzit e mi të panë. "Ti nuk e kupton se çfarë do të thotë të luash me mua." Arbena u mbrojt: "Nuk kam bërë asgjë të keqe. Ishte takim pune. Nuk ke të drejtë të më ndjekësh." Por Ardi nuk donte arsye. Ai donte kontroll. Ai ju afrua shumë, aq afër sa ajo ndjeu frymëmarrjen e tij të rëndë. "Unë të dua, por mos më shty të bëhem njeri që nuk dua të jem." Ajo e kuptoi se ishte në rrezik. Kërkoi të dilte, por Ardi i zuri derën. "Nuk do të ikësh derisa ta zgjidhim këtë." Por ajo se kishte ndërmend të zgjidhte asgjë me të. Ajo arriti të ikte në dhomën e vet. E mbylli derën dhe me duar që i dridheshin mori telefonin. "Julieni." "Arbena?" "Are ok." Ajo mezi mbante lotët. Ai më pa. Më fotografoi. "Nuk di ç'të bëj. Jam e friksuar." Julieni u hesht për disa sekonda. "Arbena, më dëgjo. Ti nuk je një pronë. Ti nuk je e ti. Ti je njeri. Dhe unë jam me ty, çfarë do që të ndodh." Por ai ka njerëz. Ai më ndjek kudo. "Atëherë hajde me mua. Vjen në Francë. Të ndihmoj për dokumentet. Të mbroj. Të dua." Ajo u drodh kur dëgjoi ato fjalë, "të dua." Ato 2 fjalë që Ardi nuk ja kishte thënë kur me zemër. "Julien, unë jam e fejuar familja jote do të dojë të jesh e sigurt. Do të dojnë të jesh e lumtur." Por ajo e dinte që nuk ishte aq e thjesht. Babai i saj adhuronte Ardin, e nëna e kishte pritur si dhëndër të ëndrave. Ajo ishte mbërthyer mes 2 botëve. Ditët kaluan me mungesë gjumi, me lot të fshehtë dhe frikë të përhershme. Ardi u bë akoma më i kontrollueshëm. Nuk e linte të shkonte vetëm në punë. Kërkonte të dinte me kë fliste, çfarë bënte, kë takonte. "Ti e imja, Arbena. Dasmën e kemi në ver. Mjaft me këto marrëzira." Ajo dridhej sa herë ai i afrohej. Ai tashmë nuk ishte më burri që e kishte bindur me ëmbëlsi. Ishte një hije kërcënuese që i rinte sipër. Në punë, Julien e shikonte me shqetësim. Një ditë e thiri në një zyrë bosh. "Kjo nuk mund të vazhdoj. Ardi po të kontrollon si robëresh. Ti nuk e meriton." Ajo uli syt. "Po nuk është kaq e thjesht të ikësh nga një fejes. Atëherë martohu me mua." Ajo ngriti kokën e hutuar. "Çfarë?" Julieni i mori duart të buta dhe të ngrohta. "Po, martohu me mua. Në Francë, fillimisht në mënyrë formale, që të siguroj dokumentet. Më pas, kur të jesh e lirë, mund të vendosim çfarë jemi." Arbena e shikoi gjatë. Ai ishte i sinqert. Nuk donte ta shfrytëzonte. Donte ta ndihmonte. Ardi nuk do të më lërë. Ardi nuk e zotëron jetën tënde. Ajo e dinte se ishte e vërtet. Por rreziku ishte i madh. Një mbrëmje kur ajo vonoi në punë, Ardi e priti jashtë qendrës sociale. Ai e pa teksa po dilte me Julienin, sytë e tij u ersuan. "Hajde këtu," i bërtiti. Julieni ndërhyri me guxim. "Stop. Ca not tal këto herë like this." Ardi ju afrua gati për t'i rënë. Por Arbena më në fund shpërtheu. "Mjaft. Nuk je pronari im.
Nuk dua të jem me ty. Fjalët e saj ranë si rufe, Ardi u ngurtësua. Sytë e tij u bën të rrezikshëm. Do të pendohesh, thaj ngadalë duke i drejtuar gishtin, dhe iku duke përplasur derën e makinës. Julieni i vuri dorën në shpatull. Arbena, është koha. Do të dëmtoj. Ikim sonte për në Tiranë. Nga aty, fluturimi drejt Parisit. Ajo kishte frikë, por më shumë se frika, ajo ndjeu lirin që po afrohej, po, pëshpëriti. Ikim. Në mesnat, me 2 valigje të vogla, ajo doli nga shtëpia pa zhurmë. Prindërit flinin. Nuk la letër. Nuk mund t'i përbente lotët e tyre. Julieni e priti me një taksi në rrugicë. E di që je friksuar, i tha. Por unë jam me ty. Ajo e shikoi qytetin që po linte pas. Shtëpitë e bardha të Beratit u zhdukën pas kthesave të rrugës. Zemra i rrihte fort në Tiranë, ai rezervoi një hotel pranë aeroportit. Ajo dridhej akoma, a jemi të sigurt? Julieni e përqafoi fort, po. Nesër në mëngjes je në Francë. Ajo e besoi. Dhe atë natë, për herë të parë pas shumë kohësh, fjeti pa frikë. Në aeroport, kur ju dorëzua pasaportat, duart i dridheshin. Kur u ngrit avioni, ajo ndjeu sikur po shkëputej nga zinxhirët. Në Paris, Julien e priti me një bujë të madhe. Ai e çoi në apartamentin e tij të ngrohtë, plot libra dhe dritë. Dhe brenda pak ditësh, ai i propozoi. Për të mbrojtur ligjërisht duhet të martohemi. Formale në fillim. Më pas, ndoshta e vërtet. Ajo e pranoi dhe kështu pa dasma, pa muzikë, pa familje. Arbena u martua në një zyrë të vogël bashkie në Paris. U martua me Julienin. Por nuk e dinte se Ardi në Shqipëri nuk e kishte ndërmend ta linte të qetë. Ai e kërkoi kudo. I gjeti dokumentet që ajo kishte harruar. I gjeti gjurmët dhe një ditë pëshpëriti, nuk ka mbaruar. Ajo është e imja, dhe do ta marr. Arbena tani ishte e martuar me një francez, e fejuar me një shqiptar, dhe shumë shpejt do të martohej edhe me shqiptarin sepse Ardi do ta gjente. Dhe drama vetëm sa ka filluar. Parisi u bë streh për Arbenën. Ditët e para i kaloi duke u mësuar me ritmin e qytetit. Zhurma e metros, dritat e Senës, aroma e bagneteve të ngrohta. Julieni e trajtoi me mëshirë e butësi, duke i krijuar një botë ku ajo ndihej e sigurt. Por në netët e qeta, kur ajo mbyllte syt, fytyra e Ardit rikthehej si hije e zezë. S'ka mbaruar, i përshpëritej në ëndra. Julieni e shikonte me shqetësim. Je e sigurt këtu? Ai s'do të gjej. Por ai nuk e njihte Arbenën aq sa e njihte Ardi. Martesa e tyre në Francë ishte vetëm formale. Por në sytë e botës ata tashmë ishin burrë e grua. Julien e ndihmoi të merrte lejen e qëndrimit, të regjistrohej për punë, të fillonte kurset e gjuhës. Ai sillej si bashkëshort i vërtet. Kur të ndihesh gati, i thoshte. Ne mund të jemi çift i vërtet. Apo jo, ajo i mbante syt ulur. Julien, unë jam ende lidhur me Ardin në Shqipëri. Feje sa familja, Julieni i mori dorën, e di. Por ti e gruaja ime këtu. Dhe unë do të mbroj. Ajo i besonte. Deri atë ditë kur një letër mbërriti në adresë. Nga ambasada shqiptare në Paris. Ajo zbehu, ç'është kjo? Letra kërkonte konfirmim për statusin e saj civil. Dikush në Shqipëri kishte kërkuar të dinte nëse ajo ishte martuar në Francë. Dikush me emrin Ardian Berati. Julieni i shtrydhi kraharorin, ai të ka gjetur. Ajo u drodh si gjethe, 3 ditë më vonë në orën 7 të mëngjesit, ndërsa po përgatiste kafen, dikush trokiti fort në derë. Julieni u ngrit, por Arbena e ndjeu që diçka nuk shkonte mirë. Ajo e ndihu atë lehtësinë e ngjirur të rrezikut. Kur dera u hap, ajo e dëgjoi zërin që ishte fiksuar në kocka, hapeni derën. E di që është këtu. Ajo u ngri në vend Ardi, ai kishte ardhur në Francë. Julieni qëndroi para derës, i qet nga jashtë, por i tensionuar. Sir, canot just enter peoples homes. Ardi e shtyu derën me forcë sa gati e thyeu. Ajo lëshoi një britm të vogël, Ardi e pa. Dhe në sytë e tij u përzien 3 gjëra. Lumturi që e gjeti, dhimbje dhe zemërimi vdekur. Arbena si pate guxim të ikje nga unë. Ajo eci mbrapa derisa u mbështet në mur. Julieni hoqi telefonin. Do thëras policin. Ardi qeshi, thirre. Dua vetëm të flas me gruan time. Unë nuk jam gruaja jote, bërtiti Arbena. Martesa jon nuk ka ndodhur. Ardi u kthye drejt Julienit, i ftohtë si akulli. Ju të dy keni bërë martesë false. Ligjërisht, ajo është ende e fejuara ime. S'ka mbaruar asgjë. Julieni ju afrua, ajo tani është gruaja ime. Ardi nuk e duroi, dhe përplasja mes 2 burrave filloi. Julieni u mundua të mbrohej, por Ardi ishte më i fortë.
Ai e goditi me grusht, e shtyu drejt murit dhe i bërtiti. Ti amore grua një shqiptari, ku e diti çfarë nderi është? Arbena u përpoq të ndërhynte. Mjaft, Ardi, të lutem. Ardi, pa e kontrolluar më veten, e kapi nga krahu me forcë, ti vjen me mua. Mbaroi kjo histori. Ajo u drodh. Kjo prekja e tij e ftohtë e dhunshme. Nuk ishte asgjë si prekje që e kishte imagjinuar në fillim. Julieni me buzën e qarë u ngrit dhe bërtiti. Leave Heralone. Ardian Berati u kthye, nxori diçka nga xhepi, një thikë vogël, nëse ndërhyn prap, të betohem. Arbena lëshoi një britm doorbell, një zë francez nga korridori, Policia Nacionale. Hapni derën. Julieni kishte shtypur në fshehtësi butonin sese të sistemit të alarmit. Ardi ngriti kokën si bishe kapur në qafë. Policia hyri brenda. Pamja ishte e qartë. Një burr me thik, një grua e trembur, një bashkëshort i gjakosur. Largohu nga ajo, bërtiti oficeri. Ardi u përpoq të justifikohej. Kjo është gruaja ime. Ajo më takon. Ky francezi, poshtë, në tokë. E shtrin me një herë. I vun prangat. Ai u lëriti. Arbena. Do të kthehesh. Do të kthehesh. Ajo u ngjesh pas Julienit, duke qarë pas zë. Julieni e përqafoi, mbaroi. Je e sigurt? Por jo, nuk ishte mbaruar. Ardi u deportua përkohësisht, por procedurat ligjore sapo kishin nisur. Dhe ai nga Shqipëria filloi luftën juridike për ta marrë pas Arbenën. Franca nuk e njihte fejesën shqiptare. Dhe martesa e Arbenës dhe Julienit ishte regjistruar. Ligjërisht ajo ishte gruaja e Julienit. Por në Shqipëri fejesa ishte konsideruar premtim martese. Familja e Ardit e akuzoi Arbenën për turp, braktisje, shpifje, madje edhe bigami morale. Media lokale filloi të raportonte. Disa artikuj të portaleve mashtruese titullonin: Vajza nga Berati martohet fshehurazi me francezin, fejuari e kërkon. Ajo u trondi. Mamaja e telefonoi. Dhe për herë të parë pas shumë ditësh, ajo uli kokën dhe qau si fëmijë. Mami? Zëri nënës së saj ishte i lodhur. Arbena, çfarë ke bërë moj bi? Mami, unë isha në rrezik. Ardi ai më kontrollonte, më ndiqte, u bë i dhunshëm. Nëna u ndikua, por nuk e kuptonte dot plotësisht. Pse nuk na the? Pse i ke pa na thënë? Ajo u mbështet pas murit të kuzhinës, duke lëshuar lot, sepse nuk doja t'ju zhgënjeja. Bi, ti je në luftë me veten. Po ti je fëmia im. Ne duam të jesh mirë. S'ka rëndësi fejesa. Ajo qau me të. Por nëna kishte një pyetje tjetër, një pyetje shumë të rëndë. E do vërtet francesin? Ajo heshti gjatë, shumë gjatë, dhe më në fund tha një të vërtet që i dishte shpirtin. Po, por është frika ajo që më shtyu të zgjedh. Dashuria erdhi më vonë, me kalimin e javëve. Ardi ishte në Shqipëri duke u marrë me gjyqe, dokumente, akuza. Por në Francë jeta vazhdonte. Julieni ishte brenda shtëpisë, duke gatuar, duke qeshur, duke u kujdesur për të. Dhe një natë, ndërsa po pinin verë në dritaren e hapur, ajo e pa atë si për herë të parë. Të qeshurën e tij, sytë e tij, mënyrën si e mbante dorën e saj. Julien ai e pa i hutuar. Ajo i vendosi dorën në faqe. Faleminderit që më shpëtove. Ai afroi balli me të sajin. Unë dua të jem shtëpia jote, jo burgu yt. Ajo u përkul. Ai gjithashtu, puthuhja e parë ndodhi lehtë, si prekje gati e padukshme. Por pastaj thellua, dhe zor se ndonjëherë një puthje ka pasur aq shumë liri përgjegjësi dhe dhimbje brenda. Ajo e kuptoi, ishte dashuruar me Julienin. Tani Arbena ishte ligjërisht e martuar me Julienin. Por Ardi po përpiqej ta kthente me forcë në Shqipëri. Dashuria po linte në Paris, frika po e ndiqte nga Shqipëria, dhe shumë shpejt do të marrë një vendim që do t'i ndryshojë jetën përgjithmonë. Kur shiu pushoi atë natë të stuhishme në Paris, Zana e kuptoi se stuhia e vërtet nuk ishte jashtë, por brenda saj. Ajo rinte ulur në mes të dhomës, mes dy burrave që i donte në mënyra krejt të ndryshme. Duke ndjer shpirtin t'i qahe më dysh. Heshtja u bë rënd, derisa e para foli vet ajo. S'dua t'ju humbas të dyve, tha me zë të thyer, por nuk dua më të jetoj me gënjeshtra. Kapiteni e uli kokën, i ashpër, i thyer, por besnik deri në fund. Antoine e mbajti frymën, sikur çdo fjalë e Zanës ishte çekiç në gjoks. Të lutem, u ngrit kapiteni në këmbë. Mos mendo se do të urrej. Kam pasur vite që luftoj me zemrën time. Ti je gruaja ime, por më se kam ndjer vetëm pjesë të jetës tënde. Antoine, ai e shikoi drejtë në sy, nuk është armiku im. Ti duhet të zgjedhësh, Zana, por jo për ne. Për veten tënde, Antoine u afrua. Nëse ti e do atë më shumë do të lë të lirë. Vetëm ma thuaj, por nëse do një jetë që të respekton, të mbështet, një jetë me drita, atëherë unë jam këtu. Jo për të zëvendësuar, por për të ndërtuar. Lotët nisën të rridnin si lum.
Zana kuptoi që ajo nuk duhej të zgjidhte se kë dashuronte më shumë, por cilën jetë donte të jetonte. A donte Shqipërinë, traditën, rënjet, burrin që kishte sakrifikuar gjithçka për ta mbajtur pranë? Apo Francën, lirinë, ëndrat, burrin që i hapi zemrën dhe i dha një të ardhme të re? Ajo e dinte përgjigjen. E kishte ditur prej kohësh, disa ditë më vonë në aeroportin Charles de Gaulle. Zana nuk mbante më as unaza, as frikë, as gënjeshtra. Kapiteni ishte aty, i heshtur, me një çantë të vogël në dorë. Ajo e përqafoi fort, faleminderit për gjithçka. Ti je një burr i mirë, por nuk je jeta ime, përshpëriti ajo. Ai buzëqeshi me një hidhërim të butë, të paktën më dhe paqe. Më në fund e kuptova që dashuria nuk është zotërim, është lirim. Ai u nis drejt portës së fluturimit për në Tiranë, duke mos e kthyer kokën pas, jo nga inati, por nga respekti. Zana mbeti aty e dridhur, e pastër, e vërtet. Dhe prapa saj Antoine i vuri dorën mbi shpatull, gati për të filluar nga e para. Ajo u kthye, e mbushur me frymë të re, gati. Ai e puthi ngadalë, një puthje pa faj, pa frikë, pa sekre. Një puthje e një jete të re. Pas 2 vitesh një apartament të vogël në Montmartre, Zana pikturonte pranë dritares. Antoine ruante vajzën e sapolindur që qeshte si një dritë e vogël. Në mur qëndronte një fotografi, Zana, Antoine dhe vogëlushja Amlie. Dhe në raftin e librave ishte një letër që mbante vulën e Shqipërisë. Nga kapiteni, jam mirë. Kam gjetur paqen time. Të uroj lumturi me gjithë shpirtin. Disa dashuri nuk janë për të mbajtur, janë për të kujtuar. Zana e mbylli letrën dhe pa nga familja e saj e re. Ajo më në fund e kishte zgjedhur jetën e saj, dhe jeta e saj e kishte zgjedhur atë.